Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ekzistenca në përgjithësi është dy llojesh. Është ekzistencë botë e dukshme dhe botë e padukshme. Raporti jon me botën e dukshme krijohet nëpërmes shqisave tona. E shohim diçka që ekziston, e trajtojmë, e studiojmë, e anashkalojmë, e dëgjojmë njerëz, i besojmë, e duam, nuk e duam, e urrejmë, na pëlqen, nuk na pëlqen, prekim diçka, është e njomët, është e lagët, është e thatë, është e vrashtë dhe të ngjashme. Kontakti jon me botën e dukshme arrihet nëpërmes shqisave tona, të cilat i ka krijuar dhe vendosur Allahu xhelle shanuhu në ne. Është edhe mënyra tjetër e të kuptuarit të botës që na rrethon, është mënyra racionale. Pra, ajo tjetra përtej mënyrës empirike që arrihet nëpërmes shqisave. Mënyra racionale do të thotë nëpërmes të menduarit ton, i cili mund të jetë indikuar nga empirika, nga shqisat, apo mund të jetë një mendje e pastërt, një intelekt i pastërt, siç e shpjegon i pari Farabiu, apo më pastaj Immanuel Kanti, kur flet për logjikën, mendjen e pastërt. Pra, kontakti jon me botën e dukshme, me botën e cila na rrethon, bëhet ose nëpërmes shqisave, mënyra empirike, ose nëpërmes të menduarit, mënyra racionale. Por, ekziston tani edhe bota e padukshme. Komunikimi jon me botën e padukshme bëhet nëpërmes të besuarit. Në pyetje është ajo të cilën Allahu xhelle shanu e quan fuad ose qalb, zemër, botë me të cilën komunikohet shpirtërisht. Mund të vijen në konsiderat edhe racionalja, logjika e shëndosh, megjithëse që është e rrallë, është e vështirë për shumicën e njerëzve, vetëm një pakicë e njerëzve nëpërmes logjikës dhe të menduarit mund të arrijnë në besimin në Allahun, ta gjejnë Allahun vet. Ta lëm një njeri në shkretin, siç ka qenë Ibrahimi a.s., i cili vet me përdorimin e komparacionit dhe krahasimit të gjërave, kiasit të gjërave, ka arritur tek besimi në Allahun xhelle shanuhu. Por jo të gjithë njerëzit e kanë këtë aftësi. Shumica dërmuese e njerëzve besimin në Allahun e kanë si rezultat ose i trashëgimisë, janë rritur në një familje fetare ose jetojnë në një ambient ku flitet për Zotin, ose e treta kategori, nëpërmes observimeve dhe studimeve të tyre arrin tek besimi në ekzistimin e Zotit, apo në botën transcendentale, në gajbiate. Ato që nuk kontaktohen nëpërmes shqisave, por kontaktohen, vihet kontakti, raporti, marrëdhënia me të nëpërmes zemrës, besimit apo fuad që është dhurat e Allahut në njerion për ta dalluar njerion nga kafsha. Arsyeja e shëndosh, e nxitur edhe nga zemra, e ndihmuar nga zemra, janë dhurata kryesore nëpërmes së cilës Allahu njerëzit i ndan dhe i dallon nga qenje tjera të gjalla. E bëra këtë shpjegim për ta kuptuar edhe më mirë temën të cilën dua ta ndaj këto. Përdoren shumë argumente të numërta, të gjëra, të ndryshëm, të thellë, të gjerë, analitik, sintetik, mbi ekzistimin e Zotit dhe botës transcendentale, botës të gajbiatave metafizike. Besimin në ahiretin, në botën e përtejme, në botën tjetër, është njëri prej 6 kushteve të qenurit besimtar. Besimin në Allahun është bazik, baza e të qenurit besimtar, pra kushti i par i imanit është të besojmë në Allahun, pastaj në engjëjt, pastaj në pejgamberet, pastaj
në librat e shpallur, pastaj në caktimin e Zotit, qada wal qadar, dhe në ekzistimin e botës e ahiretit apo botës së përtejme. 6 kushtet që duhet t'i plotësojnë pa tjetërsueshëm një person apo njerëzit të cilët mund t'i thonë vetit besimtar apo të konsiderohen besimtar në Zotin. Përveç 6 kushteve të imanit, janë edhe është ajo bota e islamit tani, që ka një farë formati praktik më shumë. Islami, pra, për dalim nga imani, i ka 5 kushte. Të shprehemi me gojë, të dëgjohet zëri i atij që thot ashhadu an la ilaha illallah. Ta dëshmoj me shprehje me gojë se nuk ka zot tjetër pas Allahut, besimi në Zotin. Pastaj ta krijon raportin, ta mbaj raportin, lidhjen me Zotin nëpërmes namazit. Pra namazi është kushti i dytë të qenurit musliman, falja e namazit. Pastaj është agjerimi i Ramazanit, kushti i tretë. I katërti, kushti apo themeli i katërt i të qenurit musliman është pagesa, dhënia e zeqatit për ata të cilët e meritojnë. E kemi shpjeguar më parë, janë 8 kategori të njerëzve të cilëve mund të jepet zekati ose zekatul fitri, dhe e 5-ta, kushti i 5, bazamenti i 5, mbi të cilën ndërtohet karakteri, personaliteti një besimtari për të quajtur besimtar, është shkuarja në hax. Vizita në hax, para atë që është i shëndosh, që nuk ka rrezik rruge dhe që i ka kushtet e tij materiale, të shkojë dhe të kthehet pa u fut në borxhe. Pra shkuarja në hax është kushti i 5 i Islamit. Thash në fillim, nuk është lehtë për të gjithë që ta gjejnë ekzistimin e ahiretit apo të Zotit duke menduar. Megjithatë, janë vendos, janë shkruar, janë shtruar me qindra e qindra argumente mbi ekzistimin e ahiretit, për cilën unë dua të flas në këtë video. Kam has në një prej tyre, më falni, kam has në njërin prej tyre i cili më ka bërë përshtypje tejmase. Fjala është për një argument ku flet për bineqet në barkun e nënës. Bineqet ende të palindur që jetojnë edhe më tutje në barkun e nënës. Dhe argumenti formohet, ndërtohet me sa vjen. Thot, të supozojmë 2 bineq në barkun e nënës që ende nuk kanë lindur. Të supozojmë gjithashtu se këta bineq në barkun e nënës, në atë errësirë totale që janë ende aty, u është dhuruar atyre një logjik, një aftësi e të menduarit të një njeriu në moshë 30, 40, 50 vjeçare. Pra, të jenë të aftë t'i krahasojnë gjërat mes vete. Dhe tani, të supozojmë se njeri vlla po i flet tjetrit duke i thënë, vlla, megjithëse që ne jemi brenda këtu, duke jetuar në një botë shumë të vogël, të kufizuar, e mbyllur dhe plotësisht në errësirë. Mirë po, dije se ka edhe një botë tjetër, e cila është aq e madhe sa në te ka edhe male të larta, ka fusha të gjëra, ka oqeane të paan, ka detra të thellë, bile ka edhe miliarda e miliarda yje, planete e trupa qiellor. Për te i kësaj, po i thet vllau i parë të dytit në barkun e nënës, atje ka edhe një diell që është i zjarrt, e nxen tokën dhe një hën që e ndrit tokën. Vazhdon argumenti edhe me tutje, të supozojmë pra se këta foshnje që janë në barkun e nënës e kanë aftësinë edhe ta zhvillojnë një bisedë apo një të menduar një imagjinat të këtillë. Njëri prej tyre apo të dytë
të thonë se duke shikuar trupin e tyre, ne jemi në barkun e nënës dhe po ushqehemi në përmes zorrës të lidhur në kërthizën ton me barkun e nënës brenda. Çdo gjë që po na nevojitet neve të zhvillohemi, po e marrim në përmes kësaj kërthize. Pse të na jetë krijuar goja? Çka na dohet neve goja? Në këtë botë, thot, ku po jetojmë, nuk shohim asgjë, është krejt e rësirë, supozim, po të kishin një të logjikuar të nivelit të krahasimit të gjërave. Ne po jetojmë në një botë ku asgjë nuk po shohim, errësirë absolute. Pse të na janë dhënë këta sy? Po jetojmë në një ambient ku asgjë nuk dëgjojmë, ujë në të gjitha anët, dhe asgjë nuk na nevojitet që të dëgjojmë. Pse të na jenë krijuar veshët? Për te i kësaj, jemi në një ambient kaq të ngushtë, të mbyllur, ku nuk mund të lëvizim, nuk mund të ecim, nuk mund të vrapojmë, nuk mund të luajmë. Pse të na jenë krijuar këmbët që i kemi në trupin ton? Pra, po të kishte arsyen e njeriu të pjekur, kjo foshnje brenda aty, natyrisht se në përmes krahasimit të gjërave, do të arrinin në rezultat. Duke thënë se këto gjymtyr të cilat ne i kemi dhe shqisat të cilat i kemi, neve na u paskan krijuar edhe për një botë tjetër. Jo për këto. Përndryshe, pse do të na jepeshin si barë t'i bajmë në trupin ton? Do me thonë, do të thoshin se ne qenë kemi krijuar për një vend tjetër dhe këto jemi në një botë kalimtare, nënmushe. Përndryshe, kur të kalojmë në atë tjetrën, ne do t'i përdorim të gjitha këto që na janë dhëruar apo që i ka krijuar Allahu në ne. Nëse këta gjymtyr pra nuk po i përdori këto, nëse këto shqisa që i kam në trup nuk po më hyjnë në punë këto, atëherë patjetër do të hyjnë në punë, do të na hyjnë në punë në një botë tjetër. Kështu edhe njeriu i cili megjithëse që nuk e sheh botën tjetër, ahiretin, botën e përtejme, në përmes të një logjikuari logjik, me fuqin e krahasimit, mund të arrijë shumë lehtë, them tani, në besimin e asaj që ka krijuar Allahu për neve në ditën e Kiametit dhe në botën e ahiretit. Megjithëse që ato tani nuk na hyjnë në punë, ato ekzistojnë dhe një ditë, sikur foshnjët, bineqet në barkun e nënës, që janë të mbyllur, notojnë në një ujë që asgjë nga gjymtyrët e tyre, mbase as goja nuk ju dohet, por i kanë, e që do t'i nevojiten pasi të dalin në këtë botë, me malet të larta, me dete, me fusha, edhe neve do të na ofrohen, do t'i shohim me sy, do t'i prekim me dorë, do t'i përjetojmë me ndjenja të gjitha ato të cilat Kurani i përmend, pejgamberi dhe pejgamberët tjerë i përmendin, e që ne sot, megjithëse që nuk i shohim, në botën tjetër, të gjitha ato do të jenë pjesë përbërëse të përditshmërive tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.